apo islam i masakruar, apo islam vetëm ku ndjenja tona dhe vetëm ku dëshirat tona kanë dëshirë me qenë me islamin, atje ku në ndalën i islamin nga njëherë ne i të i kalojnë këta kufi, po kur na urdhron për të mirë nga njëherë i punojnë, po dhe nga njëherë edhe aty tolerojnë. Islami vëllezër të ndëruar nuk ka vetëm namaz, agjerim, zeqat dhe sadat. Islami është pak më i gjerë se sa që po e kuptojnë disa prej njerëzve. Islami është unitet, Islami është mëshirë rahmet, Islami është ndim, Islami është sakrifis për këtë din, Islami është vllaznidat, Islami është bashkimi i zemrave, Islami është sinqeritet, Islami është agjerim dhe Allahu Gjelal, Islami është haqë, Islami është rrugë, Islami është edhe në shkollë, Islami është edhe në xhami, Islami e formon njeriun të jetë njeri i shëndosh dhe njeri i kompletuar, njeri i përshtatshëm për rrethin ku jeton. Vëllezër të nderuar, ibadetet apo adhurimet në Islam në dinin ton të ndershëm, në dinin ton të shtrenjtë, në këtë din që Allahu Gjelal zgjeri që e vetmja fetë jetë e pranuar të kaj, dini Islam, ndahet ibadeti në këtë din në dy lloje. Ibadet i gjymtyreve apo jashtëm dhe ibadet i brendshëm. Ato që punojnë gjymtyrët me dorë sikur namazi, shkuarja në haxh, agjerimi i muajit Ramazan, zeqati, punë të mira, punë e dinë në hayat. Kurse veprat që kanë të bojnë drejt për drejti me zemrën, janë të shumta, njetet e mira, sinqeriteti i thellë dhe devotshmëria në zemrën e njeriu, të mos mendoje keq për asnjë njeri, të mos mendoje ti boj tradhti vllau, të mos mendoj që ta vron vllau asnjëherë, të mos i shkoj mendja asnjëherë në zemrën e tij dhe mendja e tina që të bëj me këndaj Allahu te bareke ve teala. Dhe neve sot vëllezër të nderuar, përmes këtij ajeti kuranor do të marrim vetëm një pjesë apo vetëm një prej ibadeteve të brendshme që muslimani duhet patjetër të stoliset me to, dhe kjo është nënshtrimi para mallit Allah te bareke ve teala. Me njëherë në këta jetë të tregon Allahu Gjelal, o ju njerëz, me të vërtet vallahi, të gjithë jeni të varfër para Allahu Gjelal. Edhe pasuniku më i madh në këtë botë është i varfër para Allahu Gjelal, për arsye se ndoshta posedon një shumë parash të madhe. Ndoshta është mbreti i kësaj toke, por nuk mundet me pas në dorën e tij frymen e tij dhe shpirtin e tij. Atëherë është i varfër para të mallit Allahu Gjelal. Dhe nuk bojnë fjalë sot për të varfërin materialisht, po bojnë fjalë për të varfërin që duhet me qenë besimtari i varfër apo i nënshtruar para ligjeve të mallit Allah te bareke ve teala. Bazohemi në hadithin Kur'an, në hadithin e pejgamberit alayhi salatu wassalam, po ashtu edhe në ajetin kuranor të mëhershëm që e cekun thot Muhamedi alayhi salatu wassalam: O Zot, më bën të jetoj i varfër, të vdes i varfër, të ringjallem i varfër, të hyj në xhenet me xhamatin që janë të varfër. E pyesin ja Rasulullah, a nuk na ka urdhëruar Allahu Gjelal me punu për botën e amshueshme, po edhe për këtë dunja mos me haru, të nuk e kam pas për qëllim i varfër nga pasunia, e kam pas për qëllim të jam me zemrën e të varfërve. Duke u bazu në hadithin tjetër të pejgamberit alayhi salatu wassalam, e që është hadith pra kutsi, do me thënia drejt për Allahu Gjelal, vetëm shprehjet janë të Resulullahit, thot Allahu Gjelal. Në ditën e gjykimit, këto fjalë do t'i dëgjojmë çdo njeri prej nesh, para të mallit Zotul Gjelal dhe vet: O robi, kam qenë i uritur, nuk e ardhur në pushim. Thot robi, o Allah, ti je pasuniku më i madh, qysh me të pushy kur ti pasunia dhe mbretëria është në dorën tënde, ka qenë dhe robi im i varfër, as punja si ka shku mendje me shku më pushy. Thot
atëherë kur me të ushqy dytë, ka qenë robi im i etur nuk ke shku me ushqy. E dim të gjithë mirë historinë e shtapëve, të cilët kanë vdekë në një betejë në një luftë, ka shku me ujë dhe të shtatit kanë kërku ujë, për arsye se plagë Perana, gjaku poderët, fyti kërkon ujë, ka shku te i bari, ka thonë vlau im, ka nevojë më shumë se unë. Ka shku te i dyti, ka thonë i treti, ka më shumë se unë nevojë. Ka shku te i treti, i katërti, ka thonë i shtati, ka nevojë më shumë se unë. Ka shku te i shtati, ka vdek, është fyte i bari, ka vdek, ka shku te i dyti, ka vdek, dhe të gjithë kanë kalu pe i kësaj bote dhe asë njëri s'ka pas dëshirë me kërkua një metin e Allahut ujë, edhe në momentet më të vështira, për arsye se ka sakrifiku për vllaun e vet. Neve vëllezër të nderuar, edhe ujë që e kanë në gotën e tij mundohemi me një marr, edhe hakun e tij na mundohemi me korruptue, edhe të drejtat e tij na mundohemi me shkel, edhe gjakun e tij na mundohemi me shtrejt me derë. Vëllezër të nderuar, të Allahul Xhelal, kam qenë i sëmuar, nuk ke ardhur më pa. Njerëz vëllezër të merr një madh. Dhe ju të gjithë po e përjetoni këtë që e po e thomun, asë njëri prej juve nuk ju do këtë qëdin. Çdo njëri prej jush, do njëri në familjen e tij apo në akraballakun e tij e ka të sëmuar. Vetëm shkoni dhe shiqoni se si njerëzit e përcjellin të smuarin në agonitë e vdekjes, me hajgare, me buzëqeshje, me punë të dunjallake. Asnjë njeriu nuk ja merr mendja se nesër do të shtrihet si ai tjetri. Pastaj Allahu Xhelal thot, kam qenë i sëmuar, nuk ke ardhur më pa. Më herët po thot, nëse e kishe ushqy me ujë, vallahi ta kisha kthyr në ditën e gjykimit. Imam Allahu Xhelal po thot, nëse e kishe ushqy me ushqim, vallahi ta kisha kthyr këtë kompenzim në ditën e gjykimit. Kur të te i smuti po thot, nëse kishe ardhur me vizitue, nuk po e thot ko me ta kthyr ditën e gjykimit. Po thëtë kishe me në gjithë mua për ti nga të vapër. Të i smuti, të njeriu i sëmur, edhe Allahul Xhelal po thëtë unë i Allah për ti nga. Të mendojnë me të mbatë, se Allahu të i smuari po thëtë jo afër, nuk po thëtë e aj që është i uritur në afër, sepse aj që është i uritur mund me livrit me shku pe i ty nga të vend. Aj që është i jetur mund me shku të i qeshme me pini pikuj, kurse i smuari cili është tri në momentet e fundit, po kalon me i saj botën e botën amshrushme, këtu vjen Allahu Xhelal me fuqinë e tij, rahmetin e tij, të vallahin të shar me këshe gjetë mua për ti. Pastaj vëllezër të nderuar, më së shumti të i smuari, muj me kuptua jetin kuranor, ku thot Allahu Xhelal, entum fukara ila Allah, ju jeni të varfër para të bandit Allahu Xhelal, për arsye se në shpirtin e juaj, edhe shëndetin e juaj, edhe frymarrjen tuaj, nuk e keni të durët e juaja, nuk ka pasurin e madhe e cila mund me kthy atë shpirt, nuk ka evlat që mund me shty një moment, nuk ka ushtrim cili mund me ofru një moment. Po vëllezër të nderuar, Imam Maliku, radiallahu ta'ala anhu, Imam Ahmed ibn Hanbali vërtet në falni, një ditë po të sillet rreth çantës dhe po e shet një njeri me vesh shumë të pastër, me një vesh të pasunikëve të mëdhenj, duke lutur Allahun Xhelal, duke i thënë, o Zoti i gjithësisë, me vërtetë i e pasunik do një i varfër. Po çuditet Imam Ahmed ibn Hanbali, të ishte me një vesh shumë të njerëzve mbret që janë, nuk kam parë një vesh më të bukur se ai. Vetë o Zot, unë me këtë veshën time shumë të dot, me këtë gruan time të shëmtuar, vetë vallahi të ka pas një bashorte muslimane sinqer, vetë me këtë fytyrën time të shëmtuar, vetë vallahi të ka pas një fytyrë të bukur, jo ma frua afër i komandant diçka prej parave, mi ka gjuhë prapë, mi ka thy dhe ka thonë, nuk kam nevojë për para tua, po kam nevojë për mëshirën Allahut Xhelal, për arsye se kërkon i madhi Allah te bareke ve teala, që neve ti në nështrojme me të vërtet një njështrim që meriton i madhi Allahul Xhelal, pastaj e mërë të gjyme dhe vetë të vetë, vallahin, shumë kjo gjyme është e thjesht mes asaj që të të veshit besimtar për
rrugën e gjykimit. Vallahi të shumë kjo thjesht e inja është dhe thjesht për mes asaj që do ta ketë besimtar. Dhe kjo gru bashkëshorte e inja është shumë e thjesht mes hyrijave të xhenetit. Dhe kjo fytyrë e inja është në shumë duar kur të ndriçojnë fytyrat e besimtarëve në xhenet. Vëllezër të nderuar, Selman el Farisiu në ditë qëllon të afërmit e tij dhe qëllon mes atyre që kanë qenë brisat të Mekës dhe fillun para në prezencën e Selmanit, çdo njëri po lavdohet dhe po ngritet po mburret, thot unë jam i biri fulan festekut, fillon pasunikut, ky tjetri thot unë jam i biri filanit, ka qenë baba i kryetar, thot ky tjetri unë jam i biri kësaj familjeje. Selman el Farisiu ka qenë i lartë me i vetën e amarqi. E ngritorën të vetë, unë e jam ai që ma ka kriju Allahu dhul Gjelal prej një pike ujë, dhe unë e jam ai cili kur do të vdes, do të shëndrohet me gjenazë i palevishëm, dhe unë jam ai cili pasit me futi me mërë, era ime nuk do t'i le njerëzit me nejt afër meje. E ka ngrit imani Allahu dhul Gjelal, e ka ngrit edhe me të vetën ai, pastaj pejgamberi alayhi salatu wassalam e dëgjon fjalën e Selman el Farisiu dhe thot Selman min ali bejt, në Selmani është i familjes time. A ka familje me ndeshme se sa ai i cili mbështetet Allahu dhul Gjelal? A ka familje me respektuar se sa ai i cili i bjetësejt Allahu dhul Gjelal? A ka familje me çmuar se familje Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhe të gjithë ata të cilët e pasojnë rrugën e Mustafa sallallahu alaihi wasallam meritojnë që të jenë prej familjes së tij. Abdul Kader el Geilani ka qenë prej dietarëve të famshëm, dietarëve të sinqert, dëgjon e mirë vëllezër të nderuar në një ditë çka thot, kam trokit në dyrë të Allahu dhul Gjelal dhe i kam pa të gjitha që janë mush dyrë të Allahu dhul Gjelal, një kallavllak i madh. është mush me gjemat çdo derë Allahu dhul Gjelal. Shkova në derën e namazlive, ka pasur shumë njerëz që prishin namaz. Shkova në derën e xheruzëve, pat shumë gjemat në atë derë. Shkova në derën e haxhilerëve, pat shumë haxhi në fund në derë. Nuk gjeta vetë trokita në derën e fundit, dhe kjo është dera e nënshtrimit për Allahu dhul Gjelal. Tash ta njerëz, pak njerëz që ishin për atë derë. Allahu dhul Gjelal por ta njofton se robi Allahu kur bën dua dhe i ngritur flan e që neve na u duket shumë tragjike kur e lutem Zotin dhul Gjelal dhe nuk i përgjigjet lutjeve tona. Në këto momente ne nim veten sikur njerëz të larguar nga Allahu dhul Gjelal, po në të kundërtën Allahu po e pyet Xhibrilit dhe do Xhibril, çka po thot robi dhe do Allah po lutet ty, dhe mos ju përgjigj, mos ja plotso kushtet e tina, dhe çka po thot robi o Xhibril, dhe prap o Zot po lutet ty, dhe prap mos ju përgjigj doas tina. Pastaj e pyet Xhibrili dhe do Allah, tu ka lut shumë, tu ka nënshtruar para teje, të ka rënë me gjoj, i ka ngrituar plak, është i nënshtruar para teje o Allah, përgjigj lutjes tina dhe ne o Xhibril volohet, se vallahi kam dëshirë me dëgju robën të nuk më thirr mua. Vëllezër të nderuar, dhe me këtë po përfundoj. Ligjëra
se sa kam respekt për zemrën tane, atër vëllezër të nderuar, ti kthehemi Allahul Xhelal, ti trovitim me derën e ti pa Allah, ndoshta në hap derën e mëshirës, e kulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa ya fawza al-mustaghfirin astaghfirullah innahu huwa at-tawwabur